Unë do doja që mos të humbish shumë kohë drejtore dhe më njëherë të flasim në studion tonë për një histori që nuk është vetëm personale, por është edhe pak simbolike për çdo mërgjimtar, do ta quaja. Për qëllimi, sakrifica dhe të gjitha ajo rrugtimi se si do të jetë, do ta flasim pikërisht me Valon Jusufin dhe Shpëtim Gashin, dy djemt të cilët kemi në lidhje. Po e realizojnë pikërisht këtë rrugëtim. Dhe i kemi, më duket i kemi. Mirëmëngjes Shpëtim, mirëmëngjes Valon. Mirëmëngjes. Fillimisht më thoni ku jeni, sepse ditën e djeshme ju e filluat këtë rrugtimin më të jashtëzakonshëm që ka ndodhur ndonjëherë nga një shqiptar që s'kam dëgjuar asnjëherë. Kemi patur sfida me motocikleta, me bicikleta, sfida të ndryshme, por sfida që ta bësh nëpër male nga Suedia por në Kosovë është hera e parë. Shumë e pazakontë. Atëre, në lejen vëllë fort ju falenderojmë për mundësinë. Është kënaqësia jonë. Në gjithë kritikusht juaj, edhe dhe shqiptarët tonë banë vlogët ku i kemi. Unë jam Valon Jusufi, vi nga Mitrovica, jetoj në Suedi, kurse të e këna Shpëtimin. Unë e nga Kina, jetoj në Kosovë. Edhe kështë që dhe me thonë e kemi marrë këtë iniciativë, ideja ka të në imja, dhe me thonë prej kohës pandemisë, atëherë kur u bloku gjithë skape dhe thonë drejtën qysh atë kemi marrë në një motiv se dhe pas parasysh sa pasel jemi edhe kom fillu me një jeqe këto edhe dhe me thonë e kom mundu sa herë, pas kom gëcu me thonë vete dhe me thonë me morë këtë vendim se normal, dhe që ka pas zakant që ta që shanë dhe torë me pushtimin në Kosovë dhe me shpëtimin edhe pjasë të gëjë shpëtimin dhe shpëtim dhe të me ide, tha Valon tha që asë në kita se dhe është atër të mund t'i mrokën në moment, edhe këtë ndodhe. Unë pikërisht Valon të kjo pjesë apo du me ditë më shumë prej në fillim, të rikthejemi pak momentin e parë që e ke nda, ndështë edhe me ndonjë familjar apo me ndonjë shok, kur i ke thënë po du me shku në Kosovë në kam. Çka thanë njerëzit? Çfarë të thanë Valon? Na kthete reagimi parë. Atëherë duhet të jemi shumë sinqertë. Po. E kom kur e kom me familjar, me vëllezër, dhe me thonë edhe me shokët e me kështu. A e bre normal. Në thonë, reagimi i parë ka qenë kjo. Dhe me thonë, shumica kanë qenë me thonë drejtëm, dhe me thonë, shumë skeptik, shumë tepër, po ka pas shumë trollë kanë qenë ata nga ata që kanë thonë, wow, diçka shumë e modhe, shumë fantazi, kime marrë mas veti, sa t'jesh bërë këtë projekt, dhe me thonë që se realizojnë, po dhe të nëzorët edhe realizojnë. Ata që të kanë motivu... Ata që të kanë motivu prej ditës parë, sigurisht nuk kanë qenë shqiptar, sepse në njerë jemi skeptik, ma ndej i besojmë rrugtimit. Njëherë themi fjalën e fundit në fillim. Po. Po ashtë, po në rrët por, realisht, dhe me thonë motivimin e kumon nga sfidat e jetët që i kum pas. Dhe me thonë, kum pas familjar me lloj smuje që kanë vujt nga shumë lloj smuje, edhe ja kemi dalë, dhe me thonë, kum ka përfyrë shumë gjonat vështira në jetë, pavarësisht të moshës që po, në motivime ka qenë rrët por prej meje, prej mbrëndësisë time, edhe kështu shumë pak kanë qenë si që te ka më herët, dhe me thonë, jo shumë pozitiv me shqiptar, kurse që edhe të kështu kërë e shpegoj, kur dhe më thonë këtë fillu mi marrë dhe pajisjet, mi vlerë, kështu e shpegoj që atë ka vëtë në bu, ata e marrin ndryshe. Du me të regu një rast, i thasht ati qokët se dhe diqysh të morim shumë ma mirë, këtë parë ma pozitiv, për të shqiptarë që ola para, e bojtall, të bura, e normal, sa dhe me bu. Edhe abit që apë tha, Valon tha, na tha shqiptarë hajna të sinqertë, kërës dhe këta ta bëjë rrëmsh. Jemi më shumë se të sinqertë në njëherë, po është puna që me të vërtet mos të harojmë ëndrrën që e kemi, vetëm përse dikush ndështë dyshon në rrugtimin tonë. Por me bukra e zbukrës është kur na jau dëshmojmë që mundemi mja dalë. Mu më bojtë shumë qefi Valon që nuk je vetë në këtë rrugtim, je së bashku me Shpëtimin. Unë do doja po ashtë edhe Shpëtimit na thotë se qysh e vendosi që të bëhet pjesë një ide kaq të jashtëzakonshme, jo normale, a? Sepse unë po mund... Unë i kom besu, këto dhe ki s'kina në qëmën, i pori jom që i kom besu. Një shqiptar që i ka besu një rrugtimit të jashtëzakonshme. Si të bindi Valoni Shpëtim? Më mbin do kënë shumë e litë. Unë e Valonin e një, shumë gjatë një, edhe e di karakterin e Valonit edhe jena si të njejt me ideja,
veç e kështyën njoni tjetërën e dina që ka u dojna, apo din. Edhe me njerë që më ka thonë, momentin e pori, kam thonë po. Të më onë pa menu, ish. A keni bu pak përgatitje para se ta filloni këtë rukëtim? Po, edhe do të flasim ku është piknisja dhe destinacioni, sigurisht. Atëherë, dhe më thonë, përgatitet kanë fillu, se kemi marrë vendimin, dhe më thonë, edhe përgatitet kanë fillu me njerë, se për posë parasysh, mbi 3.000 kilometra ecjen, dhe të të cina që me diskutuar pjesë, kemi bu përgatitet ashtë sa kemi mujtë e kemi ditë, edhe kurse piknisja është Malmo, e s'pe di, dhe të jemi nisë bjen ora 12 nga Malmo, kemi mrit në Kopenhagen, Danimark, në momentin nga në Kopenhagen, Danimark, edhe dhe më thonë vazhdojnë për Gjermani, Zvicër, Itali, Sloveni, Kroaci, Malzi, Shqipëri edhe Kosovë, Kismet. Edhe vlerë në cekë se rrugën, të mund me kemë zjedhë më shumë ka kohë shqiptarë. E pa atëre prej Shqipëri duhet një munal në Maqedoni njëherë, pastaj në Kosovë. Sigurisht, do vinë në Maqedoni. Ka Dibra, se dritrojnë e kemi Dibrës. Do t'i kemi në studio, pastaj përcjellim për Kosovë. Po, do me thonë pak ndryshojnë i rutën. Po, jo, pa tjetër, jeni të misarë me këshilla, me kështu, se është diçka që do bëjna për jetë parë. Po, mas jeni në fillim të rukëtimit, mundemi pak me a ndryshu këshu ka fundi. Ne do të kemi... Mërim në njerën Shqipëri, atërë në thënë e diskutojë. E, s'ka problem. Do t'a diskutojmë, por... Këtë bosh rrugë edhe ma shkurt me kilometra, po i kemë dosh me shku ka kohë shqiptarë. Mi po, shqiptarët me mu taku me ta... Qka janë 200 kilometra ma shumë për neve? Po, sen. Absolutisht. Valon, edhe shpëtim, unë do doja t'ju pyesja, shumicën e rrugtimit tuaj, sepse në fillim të emisionit unë e thash që do ta bëni në për male, apo në për autostrada. Njaftë e vështirë. Jo, shqiptar, dhe me thonë në autostrada nuk lejohet ecja. Okej, në rregull. Edhe këto, dhe me thonë, s'to e di Danimark, Malmö, Kopenhagen, që dhe me thonë lidhet me urë. Po? Edhe aty kemi thirrë, dhe me thonë, komunën e Malmës kemi 2 leje, por nuk na kanë leju për me ecë. Po, sepse jemi detyruar me marrë trenin, dhe thotë nga stacioni Mram, hyrje Malmö, deri tek kastër aeroporti i Kopenhagës, dhe me thonë, stacioni Mram me stacionin e parë Danimarkës. Edhe prej aty, dikun 40 minuta, që është ura, dhe me thonë 18 km një ure e jashtëzakonshme. Edhe jemi dojtë kënina me trenë dhe kemi vazhdo në konë. Dje kemi jetë 17 km e diçka 18, edhe po vazhdojnë. Normal, kitë vetë me pas pak kujdes pak në javën e parë deri të moskët e rrugë pak. Fillim do unë kemi shku pak me kilometra kemi pas kujdes ma shumë. Unë mësë me lëndim ose deri... Sa e keni planifikuar çdo lëvizje ditore? Me siguri që i keni bërë edhe kalkulimet tuaja, se sa kilometra do kaloni në ditë, do me dhëmë përafërsisht dje keni bërë 17 në mos gaboj, Po, shqyqa tash, po në drejten, në që se shkojnë gjithçka, nuk ndodhe me e papritën e diçka, na kemi planifiku, dhe me dhënë javën e parë, pak ma pak, kurse javët e atme pak të në 30 km në ditje me ecë, po, dhe me thonë, telefonat nga familjarët, me siguri. Keni miq që u thrasin për momentin, base edhe ju shikojnë, ose kemi edhe nga ata që shqetësohen për ju, sigurisht. Normal. Kështu që dhe me thonë, afërsisht, është shumë probleme me ditë normal, saksisht, se që kemi bu kur më herët, po afërsisht dhe me thonë, 4 muaj ecje i kemi. 4 muaj ecje? Wow, shumë. Se do të me llogaritë edhe pushimet, se ti nuk mundesh të mëon çdo ditë me jetë, muskujt dojnë edhe pushim edhe trupi. Sigurisht. Po paktën një javë, domethënë një ditë një javë me pauzë pak, me pushu pak, domethënë. Valon, a keni pak mbështetje, kështu dishta pak kaloj të mbështetja dhe pikërisht edhe shumë e rëndësishme është edhe sa jeni të pajisur. A ka pas diçka që është dashur ta keni parasysh me pas me vete GPS-a të ndryshëm, sepse ndoshta kalojnë nëpër zona edhe që nuk ka ndoshta rrjet të lirë. Këto pjesë të vështirësive po ashtu edhe për mbështetje, kishte më qenë mirë ti përmende për të gjithë shikuesit. Atëherë na jemi mundu, domethënë në pajis me gjitha që kemi na ka marrë mend që na u duhen patjetër. Elementar domethënë i kena.
por edhe rruga na mëson. Kështu që për përkroje janë mirëseardhën gjithë. Patjetër normal se është një projekt pajagje i kushtuar shumë edhe i madh. Po që thojmë po aprovu, kam fillu më na përkrohe, domethënë gjithë aspektet, i kanë drejt shumë nga zemra të gjithë. Kështu që për atë pjesë nuk kam dyshim se shqiptari. Po normalisht. Tashtë si të fillon rrugtimi juaj që ka filluar edhe prej mbrëm, unë jam e bindur që tashmë edhe do të merr jehon, do të merr famë i gjithë rrugtimi. Mirë po mbi të gjitha. Edhe ne do mundohemi që javët në vazhdim do të kemi lidhje, do t'ju shqetësojmë kom pas kohë. Po. Që t'na tregoni vendodhjen se ku jeni. Tash për momente jeni në Danimark. Po tash jemi në Danimark, Kopenhagen, dhe më thonë edhe kemi me vazhdu. Në Danimark i kemi afërsisht 150 km deri te qyteti i fundit, më thonë Rødby që quhet. Aty do të marr anien prapë, kemi anien 45 minuta për me dalë në Gjermani, në qytetin e Puttgarden. Edhe me vazhdu. Pastaj në Gjermani kemi 1050 km, aty mendojmë një muj ditë në ashta. Në Gjermani e keni letë sepse më duket që në çdo stacion që do të ndaleni apo në çdo pikë që të ndaleni do ta gjeni ndonjë familjar biles, jo vetëm shqiptar. Po, patjetër. Apo një sfidë pak më e jashtëzakonshme në Gjermani shkohet se janë, domethënë, për hapjen e tendës, që nuk lejohet. Shumë pak vende lejohet. E kështu që na nuk mundëm me ndjek kampinget, domethënë për me shku se nuk ka aq destinacion shkurt kampinge. Po. Kështu që ja bojmë dishit pak legale, pak ilegale edhe. Dëshiron që t'na dalë gjenetika pak në pak më shumë, Unë kam një pyetje për ju të dy. Më thoni, në një kohë ku shumica e qytetarëve tanë kanë dëshirë të ikin, ju po ktheheni, çfarë mesazhi dëshironi që të jepni? Mesazhi, ku shkojshën në botë, unë vetë kam jetuar që di nga vitit 2004, po më thonë drejtën, do më thonë se gjithë shka, scenet më të bukura në dynjat janë shpirtnisht, mund një rahat. Edhe, kur të dim Kosovë, kur dim trojë shqiptarë, atëherë morëm frymë shqip, morëm frymë shlirë që tojnë. Çdo vend i ka të bukurat, i ka të mirat e të këqija në aspektin, po trojët tona, veni onë është i mirë, kështu që nuk i kisha preferu me dalë. Tash, për më thoni, edhe vizat i ndargu, po vinë percojnë, në realitetin unë vetë i kom pas 2 vllazër në Shqipëri që kanë ardhur, kanë mendu me net aty, po s'kanë mujtë jam kthy, kështu që dhorë zoti, që duhet sa më mirë e të themi gjithë në Kosovë edhe në trojët tonë. Ato deshta me pyetën edhe ty Valon edhe ty Shpëtim, a planifikoni mu kthy në të ardhmen me jetu në vend lindjen tuaj? Po Shpëtimit... Po në jetoj në Kosovë. Aha, shumë mirë. Unë s'ku mendu asnjëherë me jetu jashtë. Mu kthy në ngërë. Ma mirë është me punu në vend tonin, me që uranin tonë për pora. Ti Shpëtim je bo imun me sistemin tonë, se jo që i kemi tanat mirat, po je bo veç imun. Tanat mirat nuk i ki nësë një vend. Ashtu. Sigurisht. Me punu edhe në vend tonin nuk është re. Qështa Shpëtimi, qëtësia shpirtërore dhe ajo arritja shpirtërore nuk mundet mu gjetë asë kënd përveç në vendlindja. Aja është që fatkeqësisht më thonë edhe dhe më thonë po kam qërë me dhonë s'ki mesazh të shqiptarë në tërësi, dune njëri tjetërën, se unë për veti kam jetu në Shqipëri që jam shumë lidhur me Kosovën, jam dhe më thonë nuk asë një rast ma i vulli që kanë dhënë familje, dhe më thonë nuk ka pas shansë mos me qenë në aty, se në udhëtoj shumë shpesh. Edhe është e dhëmshme, dhe më thonë që kjo distanca që u kriju mes familjarëve, mes familjet, mes forepiset, që kjo shumë e dhëmshme, se dhe më thonë në Suedi, si infrastrukturë, si shtret, janë me vërtet kushtet janë shumë të mira, por llogaritën e drejton afërsisht mbi 50% bujnë nga depresioni e angsti, që do të thotë jeta sociale është zero. Sigurisht. Po, Valon, domethënë ti jeton në Suedi atje, për sa vite je atje, gjatë kohë? Na tregoni pak më shumë për veten, që njoftojmë kështu si personazhe, për shkak çfarë punoni, sepse edhe për t'i marrë 4 muaj të lira nga puna që bëni, ndoshta është pak edhe vështirë. Se ka fituar dhe i lotari, siç duket Valoni. Po edhe e ka letë më kthy.
Dëgjon tash, që të lidh gjithçka me pesimistin dhe me optimistin, a kupton? Me prej ditën perfekte nuk vjen kohë. Qartë. Sigurisht. Edhe, kështu që domethënë unë jetoj prej 2004-s në Suedi, që sa vjen 220 vite, jo po 28 vite. Kështu që jetoj domethënë me profesion jam ndërtimtar i punoj, model. Po jam model. Edhe kemi marrë pa pagesë, thjesht. Kurse si Unë punoj në pasu sigurim një ku të gotë që të 20 vite. Në sigurim. Edhe me ke morë papagesë me të. Po pagesë, do më dhe nuk e këtë të sigurosh. 4 muaj rrugtimi juaj duhet të siguroni njëri tjetrin. Unë kur jetëm të thash tina, thash më së se me sigurimi të gjejtë. Pavesi. Për mu rikthy pak në Sigurimin me vete, sigurisht. Për mu rikthy pak edhe të rrugtimi që po e realizoni dhe që e keni filluar që nga mbram, unë e kam një pyetje se ndoshta sigurisht jeni informu se cila është zonë apo ndonjë mal që e keni pak më të vështirë që ndoshta e mendoni pak më shumë, me na i tregu pikërisht cila do të jetë ajo kulmi i vështirësisë së rrugtimit tuaj, po mbi të gjitha unë kam një pyetje kështu shumë personale, a jeni të përgatitur edhe për kafshët e egra, sepse ju po kaloni në zona shumë ndoshta të jo frekuentuara. Cila është përgatitja? Po, sa përket, se domethënë vetë udhëtimi është sfidë. Normal. Sfida shtohëm sfidën na qështani, që e shtohëm që do të jetë sfidë pak më e veçantë, ka me qenë Alpet e Zvicrët, Davos, që kemi me kalu në ndrej, kurse edhe Kroacia do të jetë bajagesë, do të jetë temperatura do të jetë në alta, edhe aty pak, domethënë, ndoshta vjen puna që do të më ecë natën me flajt ditën apo tek qyrum, domethënë. E bukur, thonë se nuk e dina çka na pret. Po, domethënë çto janë dy sfida që i kena menduar, që i kena diskutuar pak më shumë me shpëtimin, kurse te kafshët e egra ja vlen këtë se na sitë edhe në mend, po kemi na edhe një qen me vete, kemi një qen Maxin. Ajo është qen bel, malinjo, kështu të pak. Ta shohim edhe qenin. Edhe pak kam shumë një lloj sigurie është. Po. Diska një lëvizje ma vogël reagon, apo kupton edhe që kemi pak ma vegjelan. Është qeni juaj apo... Po, këtë qenë e apo me qira e kanë marrë. Sigurisht që e kanë adoptuar kohën e fundit. Po, do të qenë e ku marrë rend në malë, no? Jo. Qenën e këna ble, unë e ku mble qenën dhe më thonë bile në Macedoni në Kors. I ka 20.000 mujt, është qenë bel këtitër në natë, dhe më thonë Malinjo. është shumë qenë i mirë, është shumë qenë energjik, është fenomenal. Për si punë është nuk ka më të mirë. Unë ndërkohë unë do doja nga regjia në qoftë se kanë mundësi që t'japin pamjet, këtu i kam kërkoj ndjesë Valone dhe Shpëtim, sepse unë do doja që t'jap pamjet të rrugtimit tuaj në mapën, në hartën të cilën e kemi bërë, do më thënë nga Malmo, në Danimark, Gjermani, Austri, Sloveni, Kroaci, Shqipëri, edhe pastaj kthimi do t'jetë Maqedoni dhe në Kosovë. Duket një, vetëm kur e sheh kështu, do më thënë nga njëri... është një rrugtim shumë i gjatë që parafërsisht mua ma nxjerrën këtu rreth 2864 kilometra poshtë lart. Jo, ndëgjom. Apo i bie më shumë? Na dhe me thonë nuk e kemi atë rrugë që e kanë parashqipua ta, po ne dhe me thonë kemi fillu nga Malmo, e kemi Danimarkën, Putga, Rodby, dhe me thonë 150 km kemi veç në Danimark, pak më tepër, atëherë dolim në Gjermani. Gjermaninë e kemi nga Kuka deri në Besht. Dhe me thonë, Gjermani në Puttgarden, kemi me kalu përmes Hamburgut, Hannover, Kassel, Freiburg, dhe të dolim në Basel, në Zvicër, kurse Zvicërën kemi aty Alpët, i kemi Luthen, Alpët, Davos, atjes, dhe kemi dolim në Itali, jo në Austri. Okej, në e qartë. Nga Italia dhe me thonë Venedikt Trieste dhe kemi me dollë në kopër të Slovenis, pastaj kopëm dhe me thonë vazhdojnë për Kroaci. Por dollëm pull të Kroaci, Rijek, edhe komplet Bregdetin Kroate kemi, Bregdetin e Malit Zi komplet, deri në Shkodër të thotë.
Atëherë të ne vazhdojnë atë tekstilum si pak jas duhet ndoshta e këtina rotin për Maqedoninë dhe në Kosovë. Normalisht ndibër ju presim njerë, pastaj... Sigurisht, po këtu i kemi Alpet, mos a jeni përgatitur për të kaluar këtë sfidën, një ndër sfidat më të mëdha që ju pret në Zvicër. Çdo që kanë fillu Alpët, ne nuk kemi fillu nga Alpët. Nuk do shkoni andej. Po besoj që ja dalim. Nuk ka domethënë nuk e di nësa kena pak vetëm të provë, por është e mirë. Valon, unë duke e parë hartën se çfarë sfide ju pret, më duket më kapën ethet, e jo më ta ballafaqosh këtë. Por gjithsesi unë ju përgëzoj për këtë guximin që keni bërë, që keni ndërmarrë, edhe uroj dhe shpresoj që do të jemi kohë mbas kohe, do të jemi në kontakt të vazhdueshëm. Presim mesazhe me na informu se ku jeni, çfarë po bëni kur keni kohë dhe të lidhem me së bashku. Nga një 5 minutë shko mbas kohe mund të kontaktojmë. Unë vetëm edhe për fund kisha pas shumë dëshirë me ju pyetën se cili është qëllimi që t'ja u ndajmë edhe kryq teleshikuesve që po na ndjekin, le t'ju përcjellin edhe në rrjetet sociale, kështu mundeni edhe vetë me na tregu se në cilat rrjete sociale jeni më aktiv, për të gjithë ata që janë shumë intrigues me ju pa, që përcjellin. Mirë, po mbi të gjitha edhe qëllimi, a ka një qëllim me gjithë ky udhëtim juaj? Edhe pse ajo personal është, po ndoshta më keni edhe një kështu për publikun. Po, patjetër. Do thot mesazhe kjo sot duke pas parasysh pasivitetin tek njerëzimi. Kanë neve po konsumojnë ditë të sotit, edhe sa pasiv kemi ngel, ju lut na të shpresojnë që do të jetë një mesazh i fortë për motivim, për inspirim, domethënë për aktivizim, që dolen pa piratic, edhe tjetra është sigurisht do të marrim edhe një iniciativë humanitare të rrugës patjetër, do e mos, që ndihmojmë pika, nuk nështë pak nuk do e më publike gjitha me njëherë, edhe në thonë rrjetet sociale jemi në TikTok, live, hapas hapi, do të jemi sot mundemi, do më thonë se pak edhe kushtet normal nuk i kemi në aspektin mundë me ngellë pa rrymë, pa rjetë, apo sot mundemi do jemi live, edhe në YouTube e kemi op kanalin, një bëj fletë që me thonë me bëj subscribe që me mujtë më kutë live edhe në YouTube se ju gjithë kanë TikTok, kështë të me thonë aty quhet hapas hapi, YouTube edhe në TikTok, sa ma shumë në kësh. Valon, unë do doja edhe një pyetje. A është do më thonë ky udhëtimi juaj, a është fundi një udhëtimi apo fillimi i një udhëtimi tjetër që do t'jetë pas këtij? Në qofse shkon gjithçka në rregull, në bazë planit, bazë zotit nuk na ndodh na e papritër, do të jetë vetëm fillimi. Do të vazhdon kjo sfida juaj. Me shumë kënaqësi presim që të përfundoj gjithçka me shumë sukses, mbi të gjitha ju të ndani të kënaqur nga ky udhëtim. Unë jam e sigurt që sfidat që do të vinë me këtë udhëtim do të jenë shumë të pakta dhe do t'i harroni shumë shpejt për të gjitha kënaqësitë që do t'i sjell pikërisht kjo udhëtimi juaj. Unë mendoj që mesazhi juaj është shumë i rëndësishëm, është shumë duhet çdo shqiptar të bëhet krenar me mesazhin tuaj, pikërisht siç e thave pas vështirësive që na i sjell jeta, për ta marrë një rrugtim kaq të gjatë dhe kaq të ndjeshëm, unë mendoj që ka më shumë se sa vetëm një ecje që shohim ne në map. Unë jam e sigurt që do t'ju ndryshon ky rrugtim, mirë po hap pas hapi do ta kemi edhe bisedën së bashku me ju, do t'ju përcjellim. Ju faleminderit shumë që ndat kohë me neve. Ne do t'ju kemi patjetër edhe shumë herë në studion tonë. Shumë faleminderit shumë për mundësinë. Edhe shpresoj që njerëzit ta kuptojnë drejt mesazhin, domethënë për motivim, edhe vazhdote që njerëz që vuajnë nga smuje të ndryshme, nga sfidat të ndryshme, që të motivohen nga kjo ecje, mos do vazhdohen që të ecin përpara, se kilometrat realisht moten me, domethënë distanca moten me kilometra, kurse kjo motet me zemër. Pikërisht. Diçka po mënon me kon mirë për gjë. Unë ju uroj përzemërsisht një rrugtim të mbar, sa më të lehtë, pa halle, pa telashe, dhe ne të gjithë e dim që kemi shumë rrugë që bëhen me makinë, me aeroplane, me autobuza, por ka rrugë që bëhen edhe me shpirt, si që bëni edhe ju. Valoni bashkë me shpëtimin miqdashur, po do të ecin me mira kilometra,
por e gjithë kjo do të na afron të gjithëve pak më shumë edhe me veten tonë. Është një mesazh shumë të qartë, cilin e dhën. Po. Sepse ndonjëherë mund të themi që rruga më e gjatë është ajo drejt shtëpisë. Unë ju dëshiroj rrugë të mbarë, të bukur dhe ta shijoni si e më shumë, edhe ta keni me sa më të shumta me njerëz, mbresa të bukura dhe besoj dhe shpresoj kur të ktheheni më, pas këtij 4 muajshi, uroj që të bëhet 3 muaj, që të fitoni kondicion, që kemi edhe këtu në studio. Patjetër. Faleminderit tani nga zemra ju të dy edhe gjithë shqiptarëve për përkrojen në gjithë aspektet, edhe dhorë Zotit që t'ja dolem kësaj sfide, këtij projekti, edhe do shifemi kismet patjetër. Shqipe. Të përmjet në krejt qëtor në përbur. Faleminderit shumë, miru pafshim. Rrugë të mbarë Faleminderit. dhe diell kudo që shkofshi, dielli ju përcjellt. Jo shumë diell i fort, po diell Aq sa pozitivitet. duhet. Faleminderit. Miru pafshim. Kënaqësi e veçantë. Miq të dashur, ne jemi këtu në 5 minutat e fundit, po shkëputemi me Valonin dhe shpëtimin, 2 shqiptarë nga Kosova që po bëjnë një sfidë jo të zakonshme, 3000 kilometra. rreth 3000 kilometra nga Malmo, nga fundi i cepit, sepse e kam hapur edhe hartën këtu Valbona, që është më duket paksa vetëm kur e shikon se sa vende, shtete duhet kalosh dhe imagjino jo në për rrugë magjistrale, por në për maje malesh, kjo është një rrugë, një sfidë e çuditshme, por ja që kemi guximtar të tillë. Ka, pse jo. Një vendim i tillë, unë jam e sigurt që nuk merret aq lehtë, mirë po mesazhi që e dhanë ishte më i rëndësishëm. Ka shumë njerëz që kalojnë shumë sfida, e harrojmë se sa është jeta e çmueshme, sa duhet ta çmojmë në fakt jetën. Harrojmë shumë shpesh, harrojmë sepse është qëllimi ynë në këtë botë. Harrojmë vlerën e familjarëve tanë në kohë më të lumtur kur jemi, harrojmë se pse ndodhemi në situata që ndodhemi, pritojmë të ecim 2 minuta, marrim makinën për të ecur 2 minuta deri në një destinacion, nuk e përdorim trupin ton, shëndetin ton, për të qenë dhe për të pasur një mirëqenie më të kthjellur edhe më pozitive. Unë shpresoj që një mesazh i vogël nga 2 qytetar, bashkëudhëtar, të themi kështu, që po e bëjnë një nismë të tillë, shpresoj që të paktën pak t'ja undez një dritë brenda josh, t'i përcjellin në rrjetet sociale, ne do të kemi sërish, jam e bindur do t'i përcjellim. Ko pas kohë. Ja u ndryshon pak mapën këtë rrutën ja u ndryshon. Do mundoj një 5 minutë të paktën na informojnë se ku janë, se si janë, a janë në gjendje të mirë, kështu që do mundohemi që të jemi megafoni i tyre. Valoni dhe shpëtimi së bashku edhe me Qanin nuk arrita t'ja dëgjoj Maksimo duket emrin e kishte. Një treshe fantastike, unë jam e bindur që do t'ja kalojmë shumë mirë, do të kanë aq shumë story të bukura për të treguar drejtoro nesër pas nesër. Besoj që do t'ja dalim, por kur po e llogarisja tani, pas 4 muajve i vije që nga fundi gushtit të jenë këtu. Të gjithë vera. Prill, maj, qershor, korrik, gusht. Po mirë, kur të futen pastaj në Kroaci, do të ndalin nga deti, do të... Po jo, do të kenë, edhe kanë edhe pjesën e Alpeve, se po shikoja këtu, unë do doja nga regjia që të shikojmë... Shumë e vështirë kjo pjesa e Zvicrës me Italinë. Rrugtimin, tash e bëra ato përfundimisht se si do tjetë, do më thënë nga Malme, do kalojnë në Danimark, nga Danimarka në fillim të Gjermanisë e tha lartë, do të kalojnë në Hamburg, është një rrugtim shumë i madh, Hanover, dhe duhet i bie rreth nga lart Frankfurt sa drejt duket kështu rruga? Duket drejt, po është me mira kilometra dhe do të kalojnë në Zvicër. E këtu e kemi. Në Lucern do të ketë ajo pjesa që do duhet, në mos gaboj, që thanë që do kalojnë, jo, do më thënë duhet ta kalojnë Zvicër, se prapë s'ma ka dhënë siç duhet, do kalojnë në Milano, nga Milano në Veneci dhe do të kalojnë në pjesën tjetër të Slovenisë në Trieste, pastaj në Kroaci, nga Kroacia, se duhet të jetë Bregdeti këtu, por ja që s'na e dha edhe harta. Miq të dashur, këta janë bashkë miqtë tanë, të cilët do të mundohemi t'i ndjekim në këtë udhëtimin e tyre të pa fund, por uroj që t'i vijë fundi sigurisht. Po është i jashtëzakonshëm sepse po bëjnë mbi 3000 kilometra rrugtim nga Suedia në Malmö deri në Kosovë. Hap pas hapi është prej është shumë i vështirë, sepse është në këmbë, i gjithë udhëtimi është në këmbë, një sfidë që nuk e dija ka bërë dikush tjetër,
por më duket që Valon Shpëtim Gashi dhe Valon Yusufi do të mbeten në histori për këtë sfidën që uroj që t'ja dalin deri në fund. Ne çfarë mund të bëjmë nga koltuki joni i rehatshëm i shtëpisë është vetëm të ndjekim në rrjetet sociale, të motivojmë dhe nëse ka ndonjë hapësirë për të gjithë ju që keni edhe mundësi, nëse ata hapin ndonjë, siç e përmendën, në ndonjë fondacion apo do të mundohemi të ndihmojmë. Një fondacion të tillë për nisma të ndryshme, për akuza të ndryshme, është mirë që t'i mbështetni me atë sa keni, me një kafe të ditës që për ju kushton, është mirë t'i mbështesni. Mirë, po mbi të gjitha është mesazhi që ata e përçuan. Faleminderit që edhe sot ishit bashkë me ne. 13 prilli nesër ritakojmë në orën e 9:11 prill. Përgjatë gjithë javës do të kemi të ftuar shumë special. Edhe nesër, edhe pas nesër, edhe të ajtën e të premtën kemi përgatitur shumë kronika interesante, mirë po mbi të gjitha dhe musafirët i kemi fantastik. A e kupton se çfarë do ndodhi nesër, Valbona? Çfarë do ndodhi nesër? Qytetarët tanë që po pushojnë sot nesër do kthehen në punë dhe një pjesë dërmuese do t'i kemi në përshtypje. Mua më vjen shumë keq, por në të njëjtën kohë më bëhet shumë qefi sepse edhe ne sot ishim në punë. Miq dashur, shihemi nesër në njëjtën kohë, në njëjtën moment. Faleminderit që qëndruat me ne. Nesër 9:11 mos harroni tema të ndryshme. 078 452 935. Na shkruani për të diskutuar ose për të trajtuar më gjërësisht. Psikologët tuaj. Po, faleminderit shumë Valbona. Faleminderit Petrokraci. Faleminderit miq dashur. Mirupafshim. Shihemi nesër.